Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shpërsoi tonet ndaj ish-deputetit Ervin Saliani duke cilësuar takimin e dieshëm në Durrës si agent personale të tij. Berisha i kujtoi Salianit se në asnjë forum të Partisë Demokratike nuk ka folur për problematikat që ngritin në takimin e dieshëm. Është i antar kryesie, i cili është i kooptuar në kryesi, i cili në asnjë kryesie s'ka shtruar asnjë nga këto probleme, pra ndjek i cili ka një zonë në kombinat i ngarkuar për analizë dhe për të gjitha, dhe këto ai do të ketë agent personale, ta vazhdoj gjërë në fund. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha akuzoi disa prej pjesëmarrësve në takim se në 11 maj kanë punuar për kandidatët e Partisë Socialiste. Disa prej tyre që njoha, se nuk i njoha, të them vërtetën, pash individ që kanë punuar për amidurmisht, pash të tjerë që ja kanë mbathur mes fushatës për turizëm në mënyrë të dokumentuar, po tani këta s'mund të versionojnë mua. Por deputetët e Partisë Demokratike, ndryshe nga Berisha, u treguan më të kujdesshëm në komentet për lëvizjen e Salianit, por asnjë prej tyre nuk e mbështeti. Kam dhënë dje një deklaratë dhe i qëndroj. Unë mendoj se është e rëndësishme për më nëshu çdo gjë në vendin tonë. Këtu qeveria është në krizë totale. Mu thash ç'është kjo erë e madhe pas keni qenë juve. Këtu është vendi përballjes me kundërshtarin, kështu që t'jallim kundërshtarit. Ka një pyetje për Ballukun? Jo, një minutë. Ka një pyetje për qeverinë? Për Ballukun që s'ka ardhur, për Ramën që s'është parlament. Ju Ervin Saliani kërkon një lloj ndryshimi në Partinë Demokratike. Ju jeni dakord? Vini është miku im dhe është djalë Flori, po ndu një pyetje për Ballukun dhe për qeverinë që shpërqendrojnë çik se ngelet vetëm te opozita. Një ditë më parë, Ervin Saliani e Ilir Ali Mehmeti zhvilluan një takim me demokratët në Durrës se kërkuan reformimin dhe hapjen e Partisë Demokratike, por asnjë prej tyre nuk e përmendi Sali Berishën e as nuk kërkoi dorëheqjen e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha.